Video 3 e radhës e parashikimit të Shqipërisë dhe kjo video do përmbajë parashikimin nga muaj në muaj të energjisë të Shqipërisë të vitit 2026. Janari. Në janar do kemi një zgjim të ashpër. Muaj janar do filloj me tensionet të brendshme të kolektivit, me pakënaqësi, me lodhje dhe do dalin në sipërfaqe sekrete të mbyllura në qeveri dhe në njerëz të rëndësishëm. Dhe si që them gjithmonë, çdo gjë bëhet për një gjë. Gjithçka që del në sipërfaqe vjen për shërim, sepse janari është muaji i parë i fillimit të vitit dhe nuk mund të fillojmë një vit që të bëhen ndryshime dhe të kemi mbyllje karmash kur nuk kemi dhe gjërat që të punojmë, që të ngrihemi dhe të ngrejmë zërin ton. Dhe gjithçka bëhet për të liruar barrat e vjetër. Muaj shkurt do kemi përballim me të vërtetën. Shumë gjëra të fshehura dhe fakte të ndryshme të qeverisë, të kolektivit do dalin në shesh. Sekrete do zbulohen. Njerëzit do fillojnë të flasin më hapur, nuk do rrinë në esht. Dhe mesazhi për këtë muaj është që çdo gjë që bëhet për të mirën tonë dhe çdo gjë që zbulohet fillon të shërohet dhe kjo është çlirim. Dhe e vërteta nuk është armik për çlirim. Muaji mars do jetë muaji i vendimeve të vështira, muaji i fortë për shtetin dhe strukturat, ndryshime, largime, riformime. Do ketë ndryshime në qeveri dhe të gjitha këto bëhen për pastrim e njerëzve që bënin manipulim dhe mbanin të fshehtë. Mesazhi për këtë muaj është që çdo gjë bëhet sepse çdo gjë që nuk mban më peshë duhet të lirohet dhe të pastrohet. Muaji prill do jetë një muaj që do filloj rregulli dhe balanca. Fillon një ndjenjë të rendit të ri, do viren ligje, marrëveshje dhe do ketë ekuilibrim forcash. Mesazhi për këtë muaj prill do jetë drejtësia nuk vjen me zhurmë, por me qartësi. Çdo gjë duhet të bëhet e qartë. Muaji maj. Në muaj maj ekonomia do viret në provë. Paraja do kërkoj ndershmëri, kontroll, llogaridhënie, pastrim financiar, do ketë gjërat që do dalin në sipërfaqe dhe do viret rendi dhe balanca. Mesazhi për muajin maj është paraja e pastër nuk ka frikë, prandaj kushdo që ka bërë ndonjë manipulim, në muajin maj do dali e vërteta. Muaj qershor. Në muajin qershor do ketë një marrje përgjegjësie të gjërave në kolektiv. Populli do ndjejë dhe do kuptojë se nuk mjafton më ankesa dhe duke folur nga shtëpia ose përjashta, por duhet të ngrihet dhe të marrë pjesë në atë që i takon, sepse shteti është i të gjithë neve. Mesazhi për këtë muaj është që gjithçka ndryshon kur ne ndryshojmë dhe sikush nga ne merr përgjegjësinë e tij dhe merr pjesën e tij. Prandaj shqiptar qëndro në vendin tënd. Muaji korrik. Në muajin korrik do ketë lodhje, por edhe vetëdije. Ka lodhje emocionale në popull, por edhe ndërgjegjësim dhe pjekurim. Mesazhi për këtë muaj është nuk je i lodhur nga e vërteta, por nga rezistenca ndaj saj, sepse shumë herë dim të vërtetën, por nuk e pranojmë dhe rezistojmë. Gushti, si gjithmonë, do jetë një muaj pushimi dhe quhet pushimi detyruar. Do jetë një muaj reflektimi, ngadalësimi, distance, vëzhgimi. Por kjo nuk do të thotë sepse jemi në vëzhgim dhe nuk bëhet asgjë. Ndonjëherë shërimi vjen kur ndalemi dhe e shikojmë çdo gjë me qartësi dhe nga larg.
Shtatori, si gjithmonë, është si të bëhet një fillim i ri. Mbas beharit dhe mbas pushimeve, fillon riorganizimi. Rikëthim me energji më të qartë, më të qetë, me planet të reja, struktura më të pastra. Mesazhi për këtë muaj është tani erdhi koha dhe çdo gjë do vihet në vijim. Tani di çfarë do të bësh që këtu e tutje. Muaji tetor 2026 do jetë një muaj që do ketë një forcë të brendshme dhe shumë të fuqishme. Do merren vendime të guximshme, do ketë qëndrueshmëri, autoritet të qetë dhe mesazhi këtu për këtë muaj është që forca nuk kërkon dhe nuk ka nevojë të bërtasë. Kur ke forcën, është thjesht të jesh dhe ajo duket. Kështu është dhe Shqipëria dhe shqiptarët edhe për vende të tjera. Ke forcë të madhe. Nuk është nevoja të bërtasim, të tregojmë sa të fort jemi, të tregojmë egonë. Ne jemi dhe duke qenë dhe duke u lidhur me veten tonë dhe me dritën tonë, ne shpërndajmë dritë nga do. Nuk është nevoja të tregojmë kush jemi. Jo më. Muaji nëntor është muaji i lindjes të shtetit tonë shqiptar në 28 nëntor 1912. Është datëlindja e shtetit tonë. Do mbyllen cikle të vjetra, lirohen plagë historike dhe do bëhen mbyllje karmike në këtë muaj. Mesazhi e kaluara nderohet, por nuk stundon më. Populli do kuptojë që do dhe kërkon nga brenda një fillim të ri. Dhe arritëm kështu në muajin e fundit të 2026-s për parashikimin e energjisë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve si shtet. Atëre muaji dhjetor është muaji i stabilitetit të ri. Ky vit do mbyllet me ndjenjë qartësie, rendi dhe themele të forta për 2027. Mesazhi për muajin dhjetor është se tani toka është gati për mbjellje të re dhe vërtet frutat do të vinë në vitin 2027 sepse puna shumë e madhe do jetë bërë në vitin 2026. Dhe këtu përfunduam parashikimin e energjisë të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Jam Merita Cake, terapiste universale energjitike, mësuese trajnere e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv, shkrimtare e 4 librave të botuar, 2 në shqip dhe 2 në greqisht. Jam dhe ajo që bëj trajnimin e artës të evolucionit të shpirtit, të kodeve të dritës të çdo personi që bëhet njerë në jetën tonë dhe mësojmë karmën, misionin, talentet, kanalin e parave, destinacionet dhe shumë të tjera pse të sjellin ty njerëzit në depresion, vetja jote, kush është frika më e madhe, si të dalësh nga ato. Gjithashtu mund të bësh analizën e artës të shpirtit, nga viti në vit, tamam si bëm analizën e Shqipërisë, gjithashtu të partnerit tënd, me ty, me njerëz të tjerë, të biznesit tënd, edhe shumë të tjera, të qytetit, të fshatit, të shteteve të tjera. Gjithashtu, këtë mund ta merrni dhe si trajnim, por jam këtu dhe si trajnere e shumë trajnimeve të tjera, që në qoftë se je interesuar që ti të shpërndash dritë, të shpërndash këto informacionet e jashtëzakonshme dhe jam këtu të të ndihmoj për të shruar plagët, për të mbyllur gjithçka nga e kaluara, nga paraardhësit dhe metoda e sistemit përfaqësik transformues 333 është e përshtatshme të punosh në individ, po është më mirë të punojmë në grupe që të shrojmë Shqipërinë dhe të gjithë ne shqiptarët. Gjithashtu, gjërat të bukura dhe të reja janë përgatitur për 2026. Më ndiqni këtu në TikTok, në YouTube, në Facebook, në Instagram dhe nga do